Përshëndetje miq, ndodhemi në Xibër. Sot kemi marrë një udhëtim për tek livadet e Ketit dhe do ju shpjegoj hap pas hapi se sa i bukur dhe i vështirë njëkohësisht është ky udhëtim. Brava meje ndodhet fshati më i famshëm i momentit, i cili është kapur pak ditë më parë nga Duli Kasmi me dron, ku shumë nga ju të cilët më njohin dhe di që jam nga zona e Xibrit ma keni nisur pafund në rrjetet sociale për të më pyetur se ku ndodhet ky vend. Kjo është e lagja e bukur të cilët ju e keni parë ditët e fundit, por Xibri ka realisht shumë vende të bukura. Dhe një ndër ta do ta zbulojmë sonte. Neve pak na lodh pak kjo malorja. Edhe po pushojmë çdo 500 metra, pushojmë 10 minuta dhe do është pak rrugë e gjatë. Për ne që si jemi mësuar në këta kecet nëpër male. Por kur ulesh këtu për të pushuar dhe shef këtë pamjen fantastike që kemi këtu mbrapa si një pikturë e bërë me dorë. Dhe kjo është komplet zona e Xibrit dhe quhet ndryshe Kryematja. Kjo është komplet Xibri, njësia administrative e Xibër. Ju ftoj shumë që të vini ta vizitoni sepse është vetëm 20 minuta larg kryeqytetit, larg Unazës madhe në Tiranë, kështu që është shumë afër dhe mos bësh një piknik këtu është e pafaqshme. Merrni fëmijët, familjen, shokët, shoqërinë dhe ecni. Ne tani do ikim drejt livadave të Ketit siç e tham dhe më pas do t'ju tregojmë dhe atje se çfarë pamje fantastike do gjejmë. Kemi bërë një malore të madhe, më shumë të në rrugës se kemi hequr në këto momente. Po ecim dhe pushon normalisht për shkak se jemi të kputër fare. Kjo pamje këtu është fantastike, domethënë lamat pamin shparë që ishim atje ku bëm videon para ardhse, nëse kjo pjesa këtu është prap e Xibrit edhe ka një pamje fantastike. Atje kemi dhe shokun tim që kërko foto në këto momente. Janë dy shokë të mi të femërisë të cilët kanë ardhur nga Tirana. Njërin e kam bërë sot kameraman, tjetrin e kemi kështu si guid që ecë di pari. Është realisht fantastike. Gjatë rrugës për tek livadet e Ketit, tu jemi si thoshë një nga pikat më të larta ku kemi një pamje panoramike të jashtëzakonshme. Atëre, kjo pjesa këtu, ky mali që shihni këtu mbrapa meje, është sipër tunelit Murrizit. Atje poshtë është dalja e tunelit Murrizit. Gjithë kjo bukuri është sipër tunelit të ndërtuar, i cili është 3.7 kilometra i gjatë. Më pas, komplet kjo pjesa këtu quhet Xibër Murrize. Është pjesë e njësisë administrative Xibër. Dhe gjithë kjo pjesa panoramike atje tutje pasaj është fshati Guri Bardh që i përket po njësisë administrative Xibër, fshati Shkall, pasaj kemi Xibër Hanën e cila është në këtë drejtim që ju po shihni, dhe pasaj kemi fshatin e bukur të Ketës që është tema tanë. Ka një pamje spektakolare dhe këtu jemi me makinë vetëm 25 minuta larg Tiranës dhe pastaj do ecësh në këmbë për të arritur në majt malit, por është një pamje e jashtëzakonshme. Këtu mund të merrni familjen, shokët, kushërinjt, prindrit për të kaluar një ditë dhe një fundjavë ndryshe. Dhe ku më bukur se sa në Xibër. Shihoni dhe do flasim sërish pak më vonë për livadet e Ketit që do t'i vizitojmë tani. Si që patëm premtuar dhe një video të para ardhse, ndodhime në livadet e Ketit. Sot është ditë e diel dhe pa diskutim ndoshta është dhe diela e fundit ku këto lulet janë akoma. Ka shumë njerëz që kanë ardhur, familje, grupe shoqërore dhe është një atmosferë e jashtëzakonshme. Tani duke shoqëruar dhe me video mund shihni edhe pak pjesën se sa shumë njerëz kanë ardhur sot këtu, familjar, njerëz të ndryshëm. Koha është shumë e mirë, frym pak erë, por diellin e kemi në favorin tonë, kështu që e gjitha është një shijim i natyrës në mënyrë shumë veçantë. Ka grupe njerëzish që këndojnë, duken që kanë ardhur janë nga jugu sepse po këndojnë këngë popullore jugu që do t'i marrim edhe pak më vonë ndoshta edhe në intervistë, do t'i pyesim. Janë njerëz nga gjitha trevat shqiptare që sot janë mbledhur në livadet e Ketit për të shijuar këtë bukuri të natyrës që na ka dhuruar Zoti. Po bëjnë aktivitete të ndryshme, disa prej tyre po lozin edhe volejboll, ndërsa disa të tjerë po shijojnë zgarën, ashtu siç kemi bërë edhe ne këtu. Do t'ja tregoj edhe pak më vonë zgarën që kemi bërë sot këtu. Është në 1000 metra lartësi dhe pa diskutim ajri është i pastër, por që ajo që shijon më shumë është paqja me natyrën, ajri i freskët dhe kjo bukurie e veçantë. Këto lule që janë këtu janë vetëm lulet e zonës. Këtë lule nuk e gjen askund tjetër. Edhe në këtë kohë, lulja është gjatë gjithë kohës e çelur për rreth 2 ose 3 javë.
Dhe kjo është arsye se pse shumë njerëz vinë këtu. Është pikërisht kjo lule. Kjo lule kaq e bukur, kaq e veçantë dhe bardhë, e cila ka mbushur komplet shpatin e malit, madje do të shoqërojmë edhe pak me pamje. Është komplet shpati i malit i mbushur me këtë lloj lule kaq të bukur dhe kaq të veçantë, që bën dhe njerëzit që të vinë nga vende të ndryshme për të vizituar këtë peizazh unik të natyrës shqiptare, e cila ndodhet vetëm shumë pak kilometra larg Tiranës, rreth 25 minuta mund vish me makinë dhe pastaj për rreth një orë e gjysmë mund ta bësh deri në majën ku ne ndodhemi tani këtu, në Livadët e Ketit. Ju përshëndes. Do shihemi me intervistat pastaj pak më vonë, do bëjmë të xhiro me kuaj. Shihemi. Jemi me Behar Pirën, i cili është një banor i zonës, ndodhemi këtu në Livadët e Ketit. Behar, përshëndetje. Tjera. Shumë turist ka sot, kështu është çdo ditë apo vetëm fundjavëve? Është gjatë fundjavës dhe ditën, domethënë, më pak, por gjatë fundjavës vi shumë turista. Nga janë zakonisht, janë banor të zonës apo vinë nga qytetet e tjera të Edhe Shqipërisë? pa ndonjë të zonë, më shumë vi nga qytetet e tjera. Nga zona e jugut, Tirana, gjithë. Sa metra lartësi ndodhemi këtu në Livadët e Ketit? Mbi 1200 metra besoj. Mbi 1200 metra. Po. Çfarë është që tërheq më shumë të turistët që të vinë në këtë vend? Është Lulja. Lulja e Batrës domethënë, edhe vend kështu, vendi ajri i pastër. Po sa mban për shembull në këmbë një për të ardhur këtu nga rruga ku të lën makina, rruga kryesore, deri këtu lart? Gati një orë. Një orë në këmbë. Po një orë, se nga që rruga keqe dhe shumë e vash. Prej sa kohësh ka kaq shumë turist, sepse unë sot shoh shumë njerëz, mund të jenë mbi 500-600 vete që kanë ardhur sot, ndoshta çdo ditë tjetër. Gati 3 vjet. Se ka kaq shumë. Edhe ka ashtu çdo vit vinë të më shumë. Po e diela është pika kulminante ku vinë njerëzit? Po, e diela është më shumë. Si vinë. Çfarë përshtypjesh kanë për shembull, për çfarë ju pëlqen më tepër njerëzve kur vinë këtu? Më shumë vinë argëtohen, shohin lulet, morën në tokë lule për shef, se nga kanë arru mirë këto. Po mirë, nga e marrin vesh për shembull për Livadët e Ketit. Si Livadët e Ketit ndoshta banorët e zonës e dinë më mirë për shkak se kanë ardhur shpesh herë. Çfarë ka ndikuar që vinë kaq shumë njerëz? E bën më publika kanë bërë domethënë është një faqe xhipër. Vendinja xhipër. Po, vendinja xhipër. Sa kanë publikuar dhe u bën njoftme. Domethënë kjo është shkaku që ka kaq shumë njerëz sot që vinë. Su bën njoftme kështu. Po përshtypjet e njerëzve si janë kur ikin, çfarë ju thonë ose për çfarë ju pyesin më tepër? Të gjithë kënaq, vetëm për rrugë gjaja më afër, pak më afër. Që të ketë rrugë makine pak më lart. Pak më afër, jo në vend, po pak më afër domethënë, që të vinë më rahat. Ke një mesazh për gjithë ata që do na shohin tani për të ardhur për ta vizituar këtë vend? Mirë se të vinë gjithë, është vend i mirë, ajri i pastër. Behar, ajo që më bëri më shumë përshtypje është që vura re që në ti bën xhiro me kal tu edhe gjithë njerëzit që dëshironin të bënin foto ose një xhiro të shkurtër nuk ju merrje para. Jo, unë se marr para që është pronari kal dhe i ka një tjetër kel faktike, edhe më ka thënë për shef domethënë. Ta merr luj ka dush. Po jo pa lek vetëm për shef. I ndihmon turistët domethënë që të bëjnë një foto të bukur dhe pa pagesë. Pa pagesë. Kjo është mikpritja Matjana dhe mikpritja Zibraga në fakt, se zakonisht do të marrin para dhe më bëj foto me kal. Ja, s'merr kush. Të falenderoj shumë. Të rrit zoti, shumë faleminderit e lumshi ka. E mërash çdo vit. Faleminderit shumë. Vizitoni Livadët e Ketit sepse është një event jashtëzakonisht shumë i bukur i cili nuk është shumë larg, më thënë drejtën, mjafton vetëm 25 minuta larg me makinë nga Tirana dhe pastaj një rrugë një orë e pak në këmbë duke shijuar edhe gjithë bukuritë e natyrës që ofron Zipri. Faleminderit Behar. Faleminderit të rrit zoti. Kjo natyrë është shumë e bukur edhe unë kam ardhur me atë kalin që ishte këtu përpara bashkë me motrën time. Çfarë ju pëlqen më shumë te ky vendi këtu? Më pëlqejnë kuajt edhe lulet. Lulet, është hera e parë që vjen këtu? Po. Si duket vendi për shembull? Do doje të vije sërish? Po, do doja, është një vend shumë i bukur me natyrë. Është hera e parë që vjen në këtë zonë këtu apo e njeh? Nuk e njoh, por ndoshta do vi prap. Dëshiron të vish sërish? Ke një mesazh për gjithë ato fëmijët e tjerë, shokët dhe shoqjet që të shohin? Po. Çfarë do t'ju thuash? Hajdeni këtu se është natyrë shumë e bukur. Dikush ma I t'ja shkel lulet, po trimëria nuk përkullet. Vjen nga shekujt, e në prekaz ndalet, o kushtrim lufte marin malet,
qeli utrimin, ta kene me pas njeh dorëzimin. Pushka ti hej, 20 vjet, po në ballar mikun e godet o hëj. Dhe me këtë pamjen panoramike, mbasi bëm një xhiro shumë të bukur në livadet e Ketit, ju them mirupafshim dhe shijojeni.